e fajsimeve, çdoherë secili provon në këskenën tonë. Po, a mund ta bëj një vetë kritik? Po. Po, s'm takon mu krejt në të lëvizjes vetëvendosje, po kritika të cilën unë në vazhdimsi e kam thënë edhe në grupin parlamentar gjatë qeverisjes 2021-2025, por edhe gjatë kësaj periudhe kohore, ka qenë që në komunikim do duhet të kishim e para më shumë kujdes dhe më shumë intenzitet në ruajtjen e raportit që do duhet për situata si kjo apo për marrëveshje ndërkombëtare. Po, kjo pyetja e radhës do ishte se ai keni ofruar edhe ju skenës politike gjithë këtë lloj polarizimi, ku brenda 2-3 muajsh ju shihni dy pasqyra. Pra njëra është krejtësisht e thyer, pastaj tjetra provot kristalizohet dhe që edhe i ofron një marrëveshje në letër kryetarit në këtë rast të LDK-s. Si arrihet kompromisi me dikë që në vazhdimsi ju keni qarje, keni polarizimi, keni fyrje në rastet caktuara. Dhe të janë të dyanshme nga një. Por sidomos, i madhe në këtë rast, ka më shumë përgjithësi, se ka më shumë fuqi politike. Këtu e thash, i parapriva me përgjigje pyetjes që do pasonte, që thash që në komunikim kemi hapësirë për të përmirësuar. Kemi hapësirë edhe në mënyrën se si komunikojmë edhe për të arriturat, edhe për sfidat për brenda, edhe për problemet, po natyrisht edhe me subjekte tjera politike në raport me temat të cilat shkojnë përtej fuqisë së shumicës së thjeshtë. Për arsye se temat, siç i përmenda, marrëveshjet ndërkombëtare, temat e rëndësisë së veçantë siç janë dialogu, procesi integrimeve, pastaj janë edhe disa fusha specifike që kanë nevojë për konsenzus të gjerë politik, dhe ajo është energjia, arsimi. Dhe këto tema ka nevojë për një qeveri efektive, me qense. Po përveç asaj, s'ka të bëj vetëm me opozitën. Në këtë rast, pjesë e këtij procesi duhet të jetë edhe opozita, po mos harrojmë vetëm një gjë. Në krejt këtë 4 vjeçar, çka opozita e deri tashme, se ende s'kemi një konstituim të mirëfilltas të pozitës dhe opozitës në kuvendin aktual, megjithatë opozita deri tashme ka punu intensivisht duke mendu në një farë forme paksa absurde që të bëj zëvendësimin, ata mendonin, e lëvizjes vetëvendosje kur ka qenë opozit, përkundrejt se lëvizja vetëvendosje si opozit e para nuk ka qenë pjesë e institucioneve asnjëherë më parë, nivelin qendror, dhe e dyta, që argumentimet për tema kanë qenë shumë të specifike për kauzat të caktuara, të cilat kanë qenë mirëfilli të studiuara dhe të prezantuara që dhe sot po dalin gabimisht, që janë marrë vendime dhe aso kohë, si çështja e asociacionit gjykata speciale e kështu me radhë. Por, këta kanë bërë një farë me një imitim të dopt, janë mundu ta bëjnë një imitim të dopt. Deri te disa situata të cilat kanë sjellë në fabrikim të rrethonave me të cilat opozita është mundu me ndërtu kauzë. Dhe mbi të gjitha, mohimi i suksesit të kësaj qeverisë, në veçanti me normalitetin dhe stabilitetin e sigurisë në veri, në veçanti me mënyrën se si nuk kanë arrit të kuptojnë qartazi se këto ndryshime nuk kanë të bëjnë vetëm me një mandat qeverisës, kanë të bëjnë me fatin e Kosovës. E ka sjellë që secili hap pastaj, pas dhjetorit të vitit 2022, ku, domethënë ka qenë viti i dytë i qeverisjes Kurti, ku kjo opozit ka bë përveç ofendimeve, parashikime morbide për fatin edhe të veriut, edhe të... Veç ju pashtu, ju kujtohet se si ka komunikuar biles bashkëkryeministri, pra afilimin me listën sërbe, me Serbin, një të nko, zënja, kusari kjo është një akuzë rëndë që ju është bërë. Mirë, sa i përket afilimin... Ju kanë penguar kritikat, fundit ju keni qeverisur. Jo, nuk e them kritikat, është bazu, jo, në fakt, po ka pas kritika kundër argumentimi për atë sa kam kuptu edhe kam qenë pjesë e kuvendit intensivisht besoj, si kryetare e grupit parlamentar në gati të gjitha, mund të them, debatet e seancat të cilat janë ngritur këto çështje, kam pas më shumë referencë qasjen e po këtyre opozitarve që bënin opozitën në kohën kur kanë qenë qeveri. Do me thonë, ata, kur kanë qenë në qeveri, një pjesë e tyre kanë diskutu me Serbin për shkëmbim territorial. Një pjesë e tyre kanë shku në dialog dhe kanë pranu marrëveshje të cilat kanë sjellë dome tepër të mëdha për Kosovën, edhe vazhdojnë sot e kësaj dite të dëmtojnë, ndoshta jo në masën të cilën e kanë bërë. Dhe në atë hapësinë minimale e cila ka ekzistuar në këtë raport, tepër të kontaminuar,
edhe në mes të dy vendeve, por gjithashtu edhe për brenda në territor, ajo çfarë është bërë, në mënyrën se si është bërë, ndoshta edhe këtu ka mund tjetë komunikimi më i mirë, po them. Por rezultati në teren tregon diçka tjetër me deklarimet, edhe me ndërshkomzat e vazhdueshme që fatkeqësisht kjo opozite deri tashme është mundu t'ja bëjë qeverisë. Që ta përmbyllim këtë pjesën e parë, me qenë se kështu e kam sistemu pak intervistët. 4 muaj kanë kaluar nga mbajtja e zgjedhjeve, janë edhe 4 muaj e 2 ditë saktësisht tek mbajtja e zgjedhjeve lokale në Kosovë. 4 muaj kanë shkuar, edhe 4 mund mbase të shkojnë, ne jemi me qeverinë detyrë. Sa e rrezikon kjo funksionalitetin e shtetit nga brenda, duke parë që plani i rritjes nuk ecën pa ratifikimin e marrëveshjeve në Kuvendin e Kosovës, duke parë krizën energjetike, nëse do të kemi një protestë të komunitetit biznesit, pra ka mos flasim të rëndisim telashet që me cilat përballet vendi ynë. Prandaj pyetja është sa mundet edhe 4 muaj dhe a jeni komod, a do të ishit komode ju si deputete që pas 4 muajsh ne të ishim të njëjtën pozitë dhe të ligjëronim kështu pothuajse si pres fetar. E jo si gazetar politik. Asnjë fije, as komoditeti, as ndjesie qetësisë nuk e kam, as sot, as para një muaji, as prej momentit kur kemi fillu këtë proces votimit me 15 prill. S'po na bindni disi, ndoshta edhe nuk e di si bëhet bindja, po personalisht nuk po bindem, po intervistoj edhe opozitar, edhe të shtetit, po s'po bindemi, se që keni ndonjë urgjencë të madhe, shtu. Po dukeni goxha të relaksuar, komod. Jo, nuk është. Kjo është, në fakt unë e thash edhe më herët, për mua personalisht, po gjithashtu edhe për një numër të konsiderueshëm edhe deputetëve tonë, po gjithashtu edhe të ministrave në detyrë. Kjo është ndoshta një prej situatave më absurde se askush nuk garon për të ardhur në pozicionin ku ti nuk vepron asgjë. Do të thënë, nëse gara për të qenë pjesë e kuvendit është vetëm sa për të dukur aty çdo 48 orë, është më mirë mos jetë garë fare. Kështu po duket? Jo, nuk është. Ka pasur edhe ka vazhdimisht përpjekje të vazhdueshme për brenda. Unë po them, ndoshta në aspektin e qasjes dhe komunikimit dhe zbërthimit të gjitha më shumë tabu, po them, që po krijohen e po prezantohen nga të tjerët në raport me këtë proces të votimit para prak. Komunikimi është këtë, zonja Kusari. Ju po relativizoni, ju po bëni një kritike, po pastaj po thoni thuaj se të janë çështje shumë të vogla. Komunikimi nuk është çështje e vogël, sjell veprim politik pastaj. Po, komunikimi është provu dhe ka pasur këtë rezultat. Komunikimi është tentu, ftesa është bërë dhe ka pasur refuzim. Tash, a mund të them se do të përsëriten të gjitha, edhe a do të bëhet përpjekje, unë nuk mund të garantoj, por mund të them se ato që ka mund të garantoj për vete është që do të insistoj në vazhdimsi që t'i kthehemi prap atij komunikimi, që t'i kthehemi tavolinës ku diskutohet, për arsye se me të vërtetë, thënë sinqerisht, ju e përmendet përvojën time politike. Unë kam në jetën publike, këtë vit më bëhen 22 vite, nga viti 2003. Ndërsa në jetën politike, si antare partisë politike dhe si pjesëmarrëse në procese zgjedhore që nga viti 2009, 16 vite, është hera e parë këtë vit që unë kam menduar pas këtij procesi se cili është motivi për të garuar edhe një herë. Si deputete. Në listë kudo. Ju ka vendos në dilemë, nëse do të... Në mënyrën se si po i qasemi gjithë problematikës si shoqëri, për arsye se në duke menduar seriozisht edhe opsionin e daljes nga politika? Ajo është gjithmonë opsion, për faktin se unë nuk e shoh veten se do pensionohem në politik, ato e kam thënë edhe më herët, nuk e shoh veten se duhet, do me thënë, të pres kur të më heqin të tjerët nga politika. Fatmirësisht unë kam pas edhe fatin për kundrejt vështirësive, sfidave të mëdha në gjitha nivelet, që të kem një mbështetje të madhe, do me thënë, prej procesit zgjedhor në proces zgjedhor, kam pasur vetëm rritje të mbështetjes në vota, por që nuk dua që të vendos për dalin nga politika në momentin kur ajo mbështetje të bie. Po e kam gjithmonë bindjen që dua të dal nga politika në momentin kur jam e bindur se kam marrë mbështetjen, se kam kryer punën me sukses dhe natyrisht se vazhdon në një periudhë tjetër të jetës. Tash nuk është çështja, se s'keni kryer me sukses, jo vetëm ju, po. Absolutisht jo. Për atë po them se jemi tashmë në situatën, edhe unë e kuptoj me të vërtetë tani ka pasur kritika të ndryshme për zërat të cilët ne na kritikojnë ose protestojnë. Të gjitha janë legjitime. E them, edhe avokati Koci,
edhe shoqëria civile, ngritja e shqetësimit mbi rrethonat aktuale është legjitime dhe është e drejtë dhe është e pranueshme. Po a lë kjo shenjë, edhe ai nuk